E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar pak daljet publike të artistëve që janë dalje të veçanta. Rikthimi i Gjestit në skenën muzikore pas një periudhe goxha të gjatë, po rikthehet jashtëzakonisht fuqishëm. Një dorë që ditën e ndjeshme ngriti dyshime tek publiku, në qoftë se ishte dora e Eglit, në qoftë se ishte dora e Kaderit, në qoftë se ishte dora e Xhenetës. Me thënë, këto kanë qenë komentet më së shumti që në fakt publiku ka hedhur në postime të ndryshme që janë përfolur për të. Edhe pse në fakt Egli Tako deklaroi në intervistë tek Dalina që marrëdhënia mes Gjestit ka përfunduar, lëvizja e Gjestit ka ngritur pikpyetje të mëdha. Unë personalisht do kisha dashur që t'i rishoh së bashku Eglin dhe Gjestin, sepse energjia e tyre, natyra e tyre, dashuria që ato treguan për publikun shqiptar ishte një dashuri e mrekullueshme dhe ne duam të shohim njerëz që vërtet dashurohen. Nuk ka në fakt një informacion të afërt në qoftë se Egli dhe Gjesti kanë një komunikim, por dyshimi është shumë i madh. Çuditërisht ditën e djeshme nuk ka reaguar në asnjë post Egli për të demantuar që nuk është dora e saj, por nuk ka reaguar askush tjetër. Një dorë që në fakt ngriti kurreshtje shumë të madhe. Fillimisht një herë kjo dorë premtoi që Gjesti rikthehet fuqishëm. Gjesti punoi 5 projekte, 5 këngë, ku ndërton njërën prej projekteve Gjesti e bëri publike vetëm pak ditën e djeshme. Ishte një këngë që i kushtohej një dashurie, një tekst tepër i ndjerë shpirtëror që fliste për mesazhe që unë nuk po t'i çel mesazhet që ti po më shkruan, domethënë janë këto dashuri që janë të ndara dhe tentojnë akoma që të afrohen mes njëri tjetrit, domethënë kënga përmbante këtë tematikën. Nuk kuptohej që domethënë Gjesti po vi me një vullnet jashtëzakonshëm për të qenë te publiku shqiptar dhe rikthimi i tij është një rikthim që ka bërë bujen ashtu siç Gjesti bëri në fakt bujen në momentin e parë kur rihyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Gjesti tashmë do të fillon dhe me koncerte, domethënë Gjesti ka premtuar një muaj të majit plot me koncerte, një verë e cila do të jetë shumë e nxehtë dhe me koncerte dhe një verë që do të na dhuron emocione dhe dashuri. Kemi një ndërthurje historishe, kemi një fotografi me ngjyrën pink ku DJ Gimbo dhe Gjesti kanë përzgjedhur që fillimisht një herë të postojnë fotografin apo posterin me ngjyrën pink, një ngjyrë që u bë shumë virale nga ndjesia që DJ Gimbo ka për Selinën, duke i quajtur dashurinë e jetës së tij Çika Pink, dhe më pas domethënë duar që Gjestin e përkëdhelnin, që ndoshta Gjesti nuk e ka hedhur me mendjen që publiku do të asoconte tek Egli, por që u ngritën dyshime për një lidhje të mundshme të tij, një lidhje qoftë e re apo një lidhje e mbetur pezull. Gjesti duket shumë i lumtur në këtë video që po rikthehet, duket shumë në emocione në fakt që po sjellën këto këngë. Të gjitha këto projekte që janë punuar me një dashuri shumë të madhe, janë punuar me një përkushtim shumë të madh, domethënë për këto projekte është punuar me orë të tëra që të vinë tek publiku shqiptar, të gjitha këto do të lançohen tek kanali i Gjestit në YouTube. Domethënë Gjesti tashmë ka përfunduar dhe problemin e tij, një problem jashtëzakonisht serioz që ngriti në këmbë të gjithë popullin shqiptar, por edhe e dëmtoi apo e lodhi shpirtërisht dhe psikologjikisht Gjestin. Por një shoqëri besnike nga ana e DJ Gimbos e ngriti Gjestin në këmbë dhe Gjesti sot është më afër se kur. Me datën 8/5, që në fakt kanë mbetur dhe shumë pak ditë, Gjesti do të shndrit në skenën shqiptare, do të sjellën projekte këngë që pritet të mbledhin miliona dhe qindra klikime ku shqiptarët do të mbështesin Gjestin. Fanbase të ndryshme janë në këmbë për ta mbështetur Gjestin dhe këtë dorë e cila e preku, një dorë që në fakt na riktheu edhe një herë nëpër ato emocione nostalgjike. Pyetja që unë do të bëj tek ju është kjo: dora e kujt ishte ajo që preku Gjestin? A do të jetë një vajzë e cila do të shfaqet në videoklip dhe do të na befasojë të gjithëve, apo është një histori e mbetur pezull?